që jemi te kungulli dhe vlerat që kungulli ka për ne dhe organizmin tonë, dhe duke mos dashur të humbim më shumë kohë duke të sqaruar ne vetë, le ta ndjekim kronikën e përgatitur Enka Kasperiu. Kungulli bën pjesë në grupin e perimeve me super veti ushqyese, i pasur me vitamina dhe minerale, por me pak kalori dhe ka pafund mënyra për të përfshirë në dietë sa ju do të habiteshit. Që nga ëmbëlsira, sallata, byrek me kungull, madje mund të jetë një zëvendësues shumë i mirë edhe i gjalpit. Kungulli është një nga burimet më të mira dhe më të njohura me beta-karoten, një super antioksidant që njihet si kontribues i kryesor i ngjyrës portokallilit që konvertohet në vitamin A në trup. Ai rritet pothuajse në të gjitha zonat e vendit. Të ushqesh me kungull i bën mirë zemrës. Fibra, potasi dhe vitamina C që ndodhen te kungulli mbështesin fort shëndetin e zemrës. Konsumi i potasit, kaliumit në mënyrë është po aq i rëndësishëm sa ulja e kripës për trajtimin e hipertensionit. Ushqimet të tjera që kanë nivele të larta të potasiumit janë domatet, portokallet, spinaçi dhe banani. Niveli i lartë i sasisë së potasit gjithashtu lidhet edhe me uljen e rrezikut të atakut kardiak, mbron kundër humbjes së masës muskulare, ruajtjen e densitetit të kockës dhe në parandalimin e gurëve në veshka. Kungulli nuk quhet vetëm si një perime me shije fantastike që përdoret për gatim, por është i njohur edhe për shërimin e jashtëzakonshëm. 100 gram kungull ka më pak se 30 kalori dhe 90% ujë, e cila është konsideruar si një ushqim diete. Përveç kësaj, konsumimi i rregullt i perimeve ul kolesterolin e keq në gjakk. Ngjyra e portokallt e lëvorës dhe mishit të tij do të thotë se është e pasur me beta-karoten, një antioksidant që mbron trupin nga radikalet e lira, mban sytë e shëndetshëm dhe rrit imunitetin. Për forcimin e trupit do të ndihmojnë vitamina C, E dhe K, kaliumi, kalciumi dhe hekuri, të cilat janë të vendosura edhe në kungull. Kungulli është i lartë në fibra. Pektini dhe celuloza përmirëson tretjen dhe zbut problemet e stomakut. Kështu që konsumi i këtyre ushqimeve rekomandohet, sidomos për njerëzit që vuajnë nga kapslloku dhe inflamacioni i zorrës së trashë. Në farat e kungullit ka 45% yndyrë dhe 25% proteina, e cila është konsideruar si një burim i shkëlqyer i proteinave bazë bimore që përbën qelizat e dëmtuara dhe të vdekura nga veshka, mëlçi dhe muskuj, flok, thonjë dhe kocka. Përveç që përmirëson shëndetin e zemrës dhe mbron shëndetin e syve, kungulli është burim i shijshëm i materieve ushqyese. Kungulli është shumë më shumë se dekorim i bukur për shtëpi gjatë vjeshtës. Më pak se 100 kalori për vakt është garnitur dhe shtesë e shkëlqyeshme për çdo ushqim. Kungulli është burim i shkëlqyeshëm i beta-karotenit, luteinës dhe zeaksantinës. Këto janë antioksidantë që mbrojnë shëndetin e syve dhe reduktojnë rrezikun nga krijimi i sëmundjeve të ndryshme për sy. Për shembull, ushqimi i pasur me beta-karoten mund të shtyjë dobësimin e shikimit dhe humbjen e tij të shkaktuar me forma të ndryshme të gjenerimit makular. Kungulli ndihmon edhe në dobësim. Zëvendësojnë orizin e bardhë dhe pastat me kungull. Një filxhan kungull përmban vetëm 80 kalori në krahasim me një filxhan pastë e cila përmban rreth 234 kalori. Përveç kësaj, kungulli është burim i shkëlqyer i vitaminave A dhe C, derisa orizi i bardhë dhe pasta nuk kanë aq shumë vlera ushqyese.
Farat e pjekura të kungujve paraqesin zëvendësim të shkëlqyer për delikatesa të ndryshme të pashëndetshme, sepse përveç që kanë shije të shkëlqyeshme, ato janë edhe të shëndetshme. Lani farat, thani dhe piqni në furr rreth 20 minuta në 80 gradë Celsius, që farat i ruajnë të gjithë veçoritë ushqyese. Përveç kësaj përmban vitamina të tjera ushqyese dhe minerale, kalium, magnez dhe vitamin B5, të cilat janë të gjetura të gjitha në turin e kungullit. Është i lehtë dhe i shijshëm dhe përdorimi i pjekur i kungullit. Përveç të freskët që e gjeni në vjesht, dhe është i lehtë dhe i shijshëm është edhe përdorimi i pjekur i kungullit. Përveç të freskët që e gjeni në vjesht dhe i konzervuar ka po atë cilësi sa i freskët.